Faleminderit shumë që jeni me familja jonë. Jemi kthy kështu bashkë në pjesën kryesore të studios. Në bisedën e parë për krejt temave që i paralajmëruam, mysafir të shumë me tema të ndryshme që do të na shoqërojnë për 2 orë sa do jemi bashkë, por e thash që do ta nisim me një temë që unë po besoj, nëse jo juve personalisht, dikë në familjen tuaj, shpesh e keni ndëgjuar ta përmend si problematik. Quhet apne e gjumit, por jo çdo herë dim që është një apne e gjumit. Shpesh e përshkruajmë si një lodhje, ikje rutinës, mungese rutinës së gjumit, zgjem nga gjumi natën, frymëzanje gjatë gjumit. Thjesht është një çrregullim i gjumit që na ndodh, madje ndodh disa herë brenda natës tek shumë persona. Apnea e gjumit është konkretisht një sëmundje, nuk është diçka psikologjike ose diçka që vjen nga stresi, apo që mund të trajtohet nga ekspertët e fushës së shëndetit mendor. Se çka saktë është apnea e gjumit, në sa kategori ndahet, çka na shkakton, a mund të vdesim në gjumë nga apnea e gjumit, e shumë pyetje tjera që i kemi marrë shumë shpesh nga ju dashur miq. Do të munduhemi që t'i shtrojmë, si çdo herë tek burimet e sigurta, ata që çdo ditë e bën këtë punë me pacientët e tyre. Normalisht kujdesemi që të zgjedhim ata që punojnë dhe miren me rastet pikërisht me temat që trajtojmë. Kush më mirë se një pulmolog që çdo ditë të punës së tij e bën. Miku i familja jonë, doktor Besim Murina, pulmolog i cili njëkohësisht është edhe drejtori i klinikës së pulmologjisë në ÇKK, natyrisht çdo herë thot po përgjigjet në hallet dhe shqetësimet e shikuesve tanë dhe pacientëve të tij, sa do studio me mua. Mirë se erdhe, doktor Besim. Mirë se vjen. Shumë kënaqësi me të pas studio. Kënaqësia është e imja. Unë thash që na jemi të privilegjuar kur na thoni po për me ju përgjigj pacientëve tuaj e shikuesve tanë, është një shqetësim shumë i madh, po jo çdo herë dim çka është. Ndoshta nuk ja kemi ditë emrin si është apne e gjumit, po e kemi përshkruar me versionet që i thash edhe unë. Saranda, ti je inovatore në sa i përket edhe temave në emision, është një temë që për fat keq merr shumë pak vëmendje sa duhet ketë. Është një temë që vendet tjera të Evropës vetëm e kanë ezauruar, e kanë konsumuar si temë, faktikisht gjithë populata, gjithë audienca e din çka është apnea e gjumit në Evropë. Për fat keq në Kosovë ne veç sa kemi filluar ta njohim, jo vetëm tek populata e gjerë, po flasim edhe për profesionistë shëndetësor, që ende janë me shumë pak informata sa i përket këtij problemi që është një problem shumë i madh, shumë i rëndësishëm, si në aspektin klinik, po edhe aspektin epidemiologjik, sepse është shumë i shpeshtë. Ti shumë mirë bëre një hyrje sa i përket kësaj temës, çka është apnea e gjumit. Unë çka do të shtoja është që ne e neglizhojmë si problem. E neglizhojmë sepse s'pari nuk e njohim, edhe shpesh e marrim problemet e tilla ja atribuojmë një problemi tjetër. Shumë mirë përmende lodhin e këto simptomat që janë tipike për apnenë e gjumit. Plot njerëz që kanë një problem tillë, gjatë gjithë ditës kanë simptome të cilat ja atribuojnë problemeve tjera dhe nuk e dim pse po vijnë. Jo vetëm ata që nuk e din, po dhe mjekët cilët i kontrollojnë nuk e gjejnë shkakun e këtyre problemeve. Kur flasim për këto probleme, duhet kemi parasysh që jo vetëm lodhja e jo tipike, se po flasim për një lodhje kur njeri zgjohet nga mëngjes, në mëngjes thotë jam i lodhur. Saktë, që ndodh shumicës, ose zgjohet me kokëdhëmbje. Kokëdhimbja gjatë ditës, një gjendje mosdisponimit, një gjendje kur ai ulet para televizorit dhe e marr gjumi. Ka pas raste më ekstreme kur e marr gjumin në komunikacion, edhe ka psu pe aksidentit. Pra janë probleme që e ndjekin, edhe njeri nuk e din pse e ka këtë problem. Kjo mund të vjej shpesh si pasojë e çrregullimit të gjumit që vjen nga çrregullimet e frymarrjes. Prandaj se unë këtu po duam të ndal, doktor Besim, se na çrregullimet e gjumit në shumicën e rasteve i lidhim me stresin edhe i lidhim me shëndetin mendor. Por apnea e gjumit është diçka që vjen nga brenda, edhe thash që ndahet në disa kategori që do doja shumë t'i ndaje me neve. Për dallim për asaj pagjumësisë të zakonshme që e njohim, karakteri psikologjik që përmendet insomnia, që mund të vjetë si pasojë probleme ndryshme ilaçeve kështu me radhë, kjo nuk ka lidhje me pagjumësi. Kjo është një problem që vetë personi në shumicë raste nuk e din që e ka. Do thënë, ai
e merr gjumin gjatë gjithë kohës, flen herët, po gjatë natës asnjëherë nuk bën gjumë kualitativ, sepse ka të fragmentuar gjumi. Gjumi asnjëherë nuk hyn atë fazën e gjumit kur organet tona pushojnë. Edhe ky gjatë momentin kur hyn në gjumë, vjen deri në çrregullim e muskujve të frymëmarrjes, rrugëve të sipërme të frymëmarrjes më shpeshti, cilat e bllokojnë rrjedhjen e ajrit. Këta fillimisht mund të ngërhasin shumë, pra ngërhitja është simptom shumë e zakonshme e kësaj probleme, dhe her pas here ka pauza, disa sekondëshe. Të ndërprerjes së frymëmarrjes. Ndërprehet frymëmarrja, pastaj vazhdon të merr frymë prapë, për shkak bllokimit të rrugëve frymëmarrjes. Shpesh njerëz e tregojnë që zakonisht këto na referojnë partnerët e tyre, ose familjarët cilët flenë bashkë, thonë që duhet ta ndroj krahun ose ta nga shpina ta kthejnë krah sepse i bllokohet frymëmarrja. Këto pauza zakonisht zgjasin deri në 10 sekonda, përmi 10 sekonda. Domethënë 10 sekonda është ajo nëse zgjat një pauzë, atëherë marrim si epizod apneik. Dhe këto epizode janë të shpeshta. Ne kemi një farë matje, pra me cilin e masim nëse e shohim që këto ndërprerje janë më shumë se 10-15 në orë, për orë të gjumit po flasim, atëherë marrim si apne të gjumit që kërkon trajtim, pra që duhet trajtohet. E nëse ndodh, për shembull, unë vi dhe tham, doktor Becim, për herë të parë më ka ndodhur diçka e tillë, brenda natës 3 herë kam pas një frymënxënje. A është apne apo thjesht po fillon diçka? Zakonisht, siç e përmenda më herët, zakonisht apnen shumicën ndërmuese të rasteve njerëz nuk e dinë çka kanë. A nuk e dinë? Nuk e referojnë vetë. Zakonisht e referojnë partnerët me cilët flajnë, ose një familjar që vren, bile shpesh na ka ndodhur që vinë me telefon që kanë inqizu, dikon duke flajt edhe që ju kanë ndërprer frymëmarrja. Edhe na pastaj e vlerësojmë sa është shkalla e ndërprerjes. Ne vim për fundim të apnez në bazë simptomave indirekte, pra simptomave që gjatë ditës ai ndoshta ka ndërprerje gjatë natës, por nuk e din. Po, e qartë. Hyn në fazë të thellë gjumit, kthehet në fazë fillestare, hyn prapë në fazë, pas njëherë nuk pushon. Gjumi është i fragmentuar edhe gati nuk ka gjumë kualitativ. Kur zgjohet, si mos me flajt fare. Pastaj, gjatë problemi i kësaj është që përveç që çrregullon, që shkakton lodhje, çrregullim disponimit, kokëdhëmbje, që vjen si pasojë e mungesës së gjumit, gjatë kohës fazave kur kemi ndërprerje të frymëmarrjes, kemi aktivizim të sistemit adrenergjik simpatetik, pra adrenalina lirohet, rritet raja e zemrës, bjen oksigjen për shkak rrëmjes së oksigjenit, sepse kur e masim me pulsoksimetër oksigjeni ju bjen aty. Edhe kjo bën që ata të kenë një nivel të lartë stresit gjatë natës. Edhe gjatë ditës kur zgjohen kanë hipertension, vjen një moshë e re thotë kam hipertension. Një djalë 20 vjeç thon kam hipertension, që nuk është e zakonshme. Nuk është e zakonshme. Ajo mund të jetë si pasojë e apnez gjumit, ose pulsi rritun. Shpesh tash i sfundi njerëz kanë blerë dhe smartwatch-a, edhe vinë thonë gjatë natës po më shkon pulsi mbi 100, 120, që nuk është normale, gjatë natës pulsi duhet me ra, sepse trupi pushon. Edhe na marrim vesh që ky ka pas, domethënë apne, epizoda apneike, që kanë shkaktuar rritje pulsit, dhe këta vazhdimisht kanë probleme me zemër. Pikërisht komplikacionet e zemrës ato janë më të rrezikshme. Sepse këta njerëz që kanë apne e lidhin me fibrilacioni atrial, pulsi i shpejtuar, takikardit, çrregullimit të ritmit, pastaj kanë edhe hipertension që nuk rregullohet me barna. Edhe bile sfundi ka dhe studime që e lidhin direkt edhe me vdekjet parakohshme sa i përket të probleme kardiake. Pastaj janë edhe komplikacione me gjakderdhjen trunit që kanë parë një lidhshmëri direkte me apnenë e gjumit. E mos flasim edhe për probleme tjera metabolike që mund të vinë pikërisht për shkak të këtyre problemeve. Pikërisht para se të filloni me emisionin kur po lexoja për temën, sepse ishte diçka që e tha edhe vetë, jo shumë vëmendje ka marrë në Kosovë. Ndoshta edhe vetë personeli shëndetësor, sepse që ta kenë qartë shikues, janë pulmologët, janë otorinolaringologët dhe janë neurologët, ata që merren me problemet apo pacientet që kanë apne të gjumit. A thuaj në studim që apnea është obstruktive, qendrore dhe e përzier. Dhe kjo e përzier është e të dyjave dhe në këto raste pacientët me të vërtetë ndihen keq shumë nga ana shëndetësore. Shumicën ndërmuese të rasteve,
Apnea është obstruktive, që i bjen që problemi është obstruksioni në nivel të rrugëve të sipërme të frymarrjes. Flasim për njerëz që zakonisht janë obez, pra mbi peshë, që kanë qafën e shkurt, pak trash, një konstitucion tipik për apne. Edhe te këta persona kemi relaksim, kur hyn gjumë, muskujt e rrënjës gjuhës që themi edhe muskujt e fytit relaksohen, pastaj rrënja e gjuhës shkon brapa dhe e ngushton pjesën ku kalon ajri nga hunda në laring. Edhe kjo pastaj duhet një presion më i madh për me liru rrugët e frymarrjes. Për këtë arsye, pasi që ju ndërprehet frymarrja disa sekonda, ju bën oksigjeni, pastaj bëhet një efort i madh në mënyrë që me marr frymë. Dhe shpesh to referojnë pacientë ose familjarët e pacientëve që thonë që i nalet fryma, pastaj merr frymë shumë. Domethënë për me e kthy. Kjo bën, domethënë kjo është pikërisht për shkak nivelit obstruktiv. Ajo qendrore që përmendë ti, ajo më shumë është këta që përmendë edhe neurolog që mirën, pjesës neurologjike. Kurse merr sinjale. Faktikisht sinjale nga sistemi, sepse truri jep sinjale, domethënë të frymarrjes, truri nuk çon sinjale sa duhet. Kjo është shumë më e vështirë me trajtu, po më rrallë. Kurse mikse i ka njëjti person, ka dhe forma të obstruktive, po ka dhe epizoda qendrore. Këto raste pastaj ne e trajtojmë varësisht prej formës. Me që jemi edhe tek simptomat që ta qartësojmë edhe mos krijojmë dilema, a është çdo herë gërhitja simptoma e para apnesë së gjumit, apo ka njerëz që thjesht gërhasen dhe nuk kanë problem? Edhe gërhitja shpesh lidhet me apne, po ne nuk e marrim gërhitjen si simptomen bazë. Vetëm simptoma apo problemi kryesor, sepse ka njerëz që gërhasen, po nuk kanë ulje të saturimit, nuk bjen oksigjeni në gjak, edhe nuk ka pauza të rrjedhjes së ajrit, ndërprerje. Na këto muj me pa është një farë indeksi ngërhitjes që bëhet me atë poligrafin që ne e bëjmë, edhe në bazë saj nëse e shohim që nuk ka probleme, edhe nuk ka simptoma, nuk e ngucim fare. Në shumicën e rasteve ngërhitja përcillet si simptome apnes, po janë pauzat që njerëzit e shohin që familjarët tyre kur po flan, po ndërprehet. Pastaj në simptomat gjatë ditës, cilat ai din vetë pacienti. Lodhja tipike është karakteristike, sidomos kur ne e pyesim për gjumin që përmenda, ai gjithmonë ka më referu që është shumë i përgjumur, sidomos e kry drekën edhe sa po të ha diçka duna me flajt, sepse marr gjumi tepër ose mas dite kur të jenave punës nuk duna me flajt se jam tepër i lodhur. Edhe pse flaj 7 orë unë prap ka mungesë gjumit. Tash si sfundi veç me bani shembull, në shumë vende të Evropës kanë shti si testimin për apne gjumit kanë shti obligativ të shofert e kamioneve edhe autobuseve. Pikërisht për shkak rrezikshmërisë që kanë komunikacione, kanë bërë obligative, edhe njerëz që vozitin kamion edhe autobus, domethënë distancat e gjata gjatë natës, duhet patjetër të bëjnë testin e apnes, në mënyrë që mos kanë apne të gjumit, po bëjnë poligrafin, sepse ata që kanë apne të gjumit, rrezikshmëria për me pas aksidente është shumë e madhe. Si bëhet testi i apnes? Se ndoshta ka edhe njerëz që thonë, nuk e di se s'flaj me s'kam partner, s'flaj me dikë që më dallon, dhe të vi ta bëj një test. Në fakt është shumë i lehtë. Është test jo invaziv, nuk kemi nevojë as një gjilpan me dhanë. Pa dhimbje. Vetëm si është pak i gjatë, është një formë e holterit. Çka i bie që ne duhet ta studiojmë gjumin. Duhet ja vendosim një aparat shumë i lehtë që mbahet, në mbrëmje edhe në mëngjes me largu. Pastaj e shohim aja është një aparat që vendoset në formë rripi në gjaks. Edhe vendoset si pulsoksimetër në gisht, edhe një gypi oksigjeni në hunë shumë i hollë që me pa rrjedhjen e hundës. Me këtë trepajisin a i thojmë poligraf. Njënë atë poligrafin që e bëjnë të ata me pa për thotë vërtetën ajo. Pra me këto e masim pulsin, e masim frymarrjen, masim pastaj edhe oksigjenin në gjak, po masim edhe pozitën me poligraf të ri, e masim edhe sa përqind e gjumit ka bën në shpinë, sa edhe plus në atë pastaj lidhim nëse to ndërprerje ka pas në pozitë shtrirë, në shpinë apo në krah. Krah të majt apo në krah djathtë. Kështu që me këtë aparaturë e vendosim mbrëmje,
edhe e lajmë gjatë gjithë natës me flajt, mëngjes shkojmë ja marrim. Mund të më banë shpi, në shumicën raste bëjmë shpi. I hipet pajisja me vete. A din ta vendos vetë pacientet, nuk është ndaj filozofi? Shpesh edhe ja vendosim vetë, po nga njerë dhe mjaftojmë veç si të regojmë këtu. E vendosim këtu, kime vendosë dhe kime për këtë buton, edhe të nesërmën e hjek edhe e lënë që aty vime marëm. Ashtë shumë e letë edhe pastaj na kemi programin e kompjuterik, cili na të regon saksisht sa herë ka ra, sa ka ra oksigjeni gjatë natës, sa ka qenë minimumi, sa kohë gjatë gjumit ka najt oksigjeni në 90, që është një parametër tjetër, sa ndërprerje gjatë gjithë natës ka pas, për orë edhe gjatë gjithë gjumit, pulsi sa nalt ka shku gjatë sa për... Marë informatat tepër të mëdhaja. është me një test shumë i thjeshtë. Tashti sfundi kemi fillu me ba këtë test edhe në Kosovë, kanë qenë edhe disa iniciativa, normalisht mjekësia private, do të thënë, gjithmonë është ma inovative. Po tashti sfundi kemi fillu me ba edhe në spital. Apo? Po, edhe në spital edhe në klinikën e pulmologjisë kemi fillu me ba, do të thënë, qka që 3 muaj, sepse ka plot njerëz që nuk kanë mundësi me ba private, sepse është test shumë i lehtë. Po, për çështje ekonomike, ata vetëm duhet me ardhë në spital me flajt. Mjafton një natë me ardhë me flajt. Me flajt. A ka, me që 3 muaj është, a ka pas raste shumë që janë diagnostiku? Po, kemi diagnostiku shumë raste, vetëm ende nuk kemi mujt me përqu fjallën në populatë, se shumë njerëz nuk e din që bëhat edhe nuk e din ç'është bëhat. Po, kjo këtu vjen pyetje ti. Prandaj është familja jonë për të gjithë. Kjo le të shërbej pakës me informu njerëz që për një problem shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm. Mjekësia e gjumit o bë ma rutinë në Evropë. Që 20 vjet, 15 vjet, 20 vjet është të bë në mënyrë masive pej. Se mas viteve 2000 është tepër, është edhe njerëz që vinë për emigracionit i mësojnë këta këtu, thojnë mu më kanë dhanë ati një aparat, me cilin unë e flaj, edhe... Pak habite me ndoshta. Shqiptarë që jetojnë jashtë... Janë ma të informu. Janë ma të informu edhe janë të trajtu ma shumë se sa këtu. Tashtë kemi fillu këtu, po shpresojmë që edhe njerëz mu informu, mu vedisu për këtë problematik madhe që është shumë e rëndësishme, sepse për fatë keq e neglizhojmë si problem. Kjo këtu kanë faj edhe mjekët, nuk ja tregojnë peshën e smundjes. E smundjes, sepse nuk është që e marrin shumë seriozisht. Për shembull, një pyetje konkrete që secili pacient do ta bënte, doktor Besim, a mund vdes në gjumë nga apnea e gjumit? Vdekjet nga apnea janë shumë të ralla. Okej. Mirë, po vdekjet nga problemet që shkakton apnea është të shpeshta. Apo flasim për krizë hipertenzive, për dëmtim të zemrës, problemet kardiologjike parsisht. Ne kujdesemi shumë për yndyrën, kujdesemi shumë për kripën që e hajmë, kujdesim bëjmë EKG pas herë, bëjmë kontrollat zemrës. Po nuk kujdesemi të trajtojmë një problematik shumë madhe që mund të shkaktojë. Që është baza e alternativave. Domethënë, edhe na pastaj momentin të parë ne bëjmë diagnostikimin. Kur ta diagnostikojmë, pastaj vjen edhe trajtimi, dhe njerëz që kanë filluar mu trajtu shpesh thonë ka ndryshuar jeta. Ata nuk e kanë ditë sa i pushueshëm duhet mu kanë mas gjumit. Ata kanë menduar se gjithmonë kur çohet njëri çohet i latshëm, nuk e dinë që kur çohet me gjumit duhet mu kanë i pushueshëm edhe i fjallët. Sepse ka problem njerëz që na kemi pas edhe njerëz që të moshës që punojnë, kanë problem koncentrim. Thjesht nuk mundin mu koncentru në punë, kanë probleme me koncentrim, konfuzion. Pastaj problemi kognitiv janë tepër të mëdha. Harrojnë njerëz, çrregullime me memorje. Janë shumë studimet që përlidhen me Alzheimer dhe me demencë. Njerëz dhe paraqitja e hershme e demencës tek njerëz pikërisht për shkak nivelit të ulët të oksigjenit në trup. Truni tyre vun për oksigjen me vite, saqë fillon harresa parakosh me demenca, problemet me neurologjike shumë të theksuara, që mundun më parandalu me një test dhe një trajtim. Trajtimi është me medikamente apo është menaxhim? Këtu është edhe problemi krejt kësaj. Normalisht në format e lehta, ne mund edhe mos ta trajtojmë me aparaturë. Këtu hyn menaxhimi i peshës. Apo, nëse një peshë mund të rrallojnë. Me rregullimin e peshës, ulja e peshës, si me metoda të dietës, apo metoda
Edhe me metodet, tash i kanë dalë ilaçe shumë të mira, do të thënë që po përdoren për trajtimin e obezitetit. Po që duhet me udhëzime të mjekut, patjetër. Janë treg, janë të përdorur, unë shpesh po e rekomandoj te pacientë që kanë apne, që me marrë këto ilaçe janë shumë mira, është mirë për shembull është edhe Ozempiku që po përdoret për fatkesto po abuzohet për çështje estetike. Prandaj e thash gjithmonë me rekomandim tekut që mos del nga ne një keq. Ajo është indikacion mjekësor që duhet sakt. Për çka dhe duhet. Nëse mjeku ju thotë që mund ta bëni, ju do ta bëni. Edhe pastaj janë edhe rregullimi i pozicionit, nëse shohim me poligraf që aty ndërprerje ka vetëm pozitë shpinës, që janë zakonshme. Janë disa pajisje që vendosin në formë jashtëkave të shpinës, që janë treg, këtu ende ndoshta nuk ka, po mund t'i gjejmë, që vendosin kur të flan që nuk rrinë në shpinë, e lakojnë. Është një jashtëk që vendosen brapa shpinë dhe flan me ta. Edhe faktikisht gjatë natës nuk e lejon njeriu. Si fushnjeve që ja u vendosim natën, prende nuk e lejon me najt në shpinë edhe flan krah, që është po ashtu e mirë. Janë disa pajisje që vendosen në gojë, tash disa stomatolog kam dëgjuar që janë të kryt këtë trajnimin edhe dojnë me fillu me mirët, masa, protezat edhe në formë protezave, vendosen mbrëmje edhe e shtyjnë nofullën pak më përpara, mënyrë që mos me pas. Po kryesorja, trajtimi kryesor, se mos të format e mesme dhe të rënda është sipapi. E këtu pakës njerëz pak neglizhojnë, tërhiqen, e kanë atë, do të thënë, nuk janë shumë... Pse? Sepse në Kosovë sësa nuk ka stigma. Stigma është shumë e madhe dhe ti për shembull nëse i thu sipapi është një aparaturë e vogël që e ka një gyp të ajrit edhe vendoset në çdo natë. Çdo natë kur flant, e vendos në hund atë gypin edhe ai me nshon një presion. Edhe nuk e lejon mu mbyll rrugët e frymarrjes. Po. Edhe njerëz kur ta shohin atë pa aparat, është pak problem. Kjo jo vetëm në Kosovë, po jashtë, sidomos moshë të reja. Flasim tash një moshë re që është 20, 30, 40. Nuk ka qef partnerit ti ose i saj, ta shef me një aparaturë, do të kur të marrë me flajt. Edhe ata kanë pak rezistencë, do të thënë sa i përket terapisë, mirë për momentin kur e përdorin, do të thënë shohin benefitet. A është kronike, a të përcjell gjithë jetën? Kjo është kronike, kjo është problem kronik. Edhe shpesh këta duhet me marrë terapinë me sipap, marrin gati gjithë jetën përderisa s'kemë. Ne her pas here i bëjmë ato vlerësimet nëse kemë nevojë me vazhdu, ose jo, nëse shohim që kemi përmirësime, na e zbuklojmë, ose e thojmë për shembull që spaku 4 orë gjatë natës me e mbajt sipapun. Që spaku me pas 4 orë gjumë të mirë. Po nëse mësohen taze me marrë sipape përdori 6 muaj rregullisht dhe do të udhtoj, po s'du me marrë me vete, a mund të fle me përmirësime pak për shkak që ka menaxhu sipape deri në atëherë, apo nuk mësohen organet? Organet prapë duhet me marrë. Shpesh njerëz e bëjnë një gjë të tillë, ka raste që janë pak matrona që edhe vinë jashtë, bile kam pas disa raste që prej Zvicrës vinë personat të i marrin me veti, ose thojnë a ka në Kosovë sepse unë smuj me flajt pa sipap. Ka raste të tilla, shpesh ka dikush që s'përdor. Harru me përmend, është shumë rëndësi përveç trajtimit është edhe higjiena e gjumit, i themi ne, alkooli, edhe benzodiazepinët apo sedativt, ata që përdoren për trajtimin e ankthit, e bëjnë më keq. Apo? Kështu që në këto raste duhet në mënyrë tepër të ashpër të ndërpritet edhe përdorimi i alkoolit, po edhe sedative. Bile te rasti sedativeve ose siç janë këto, qetësues që i themi ne. Po antidepresiv qetësues. Edhe pikërisht ajo shpesh ka raste që njerëz që kanë apne të gjumit kanë gabimisht mjekët ju kanë dhënë sedativ ose anksiolitik, që e kanë kesu edhe ma shumë. Ka dhënë se s'bën kur gjë nëse japëm pak diazepam ose bromazepam, se veç e qetëson gjumin, ajo më keq e ka bë. Do të thënë, se ajo qetëson rrugët e frymarrjes, i relakson, edhe obstruksioni është edhe më i madh. Edhe më i madh. A dëmtohen mushknit nëse nuk trajtohet apnea, nëse 5 vjet kam apne të gjumit dhe se kam trajtu? Më shumë të dëmtohet zemra edhe truri. Truni po se mbet pa oksigjen? Zemra edhe truri më shumë të dëmtohen, edhe zemra më shumë të komplikacionet të shfaqen në zemër. Njerëz kanë me pas probleme me zemër. E para
tension, çrregullime të ritmit, sëmundje iskemike, infarkt, vdekjet parakoshme, po dhe në tru që i përmenda demenca, edhe probleme sulmin në tru, edhe kështu me radhë, edhe po ashtu edhe çrregullime endokrinologjike. Në për shembull diabeti mund të më zhvillu, për shkak se niveli i lartë i adrenalinës së sistemit simpatetik që e kemi të aktivizuar gjatë natës bën që krijohet rezistencë në insulinës, edhe njerëzve i hyp sheqeri. Pastaj zhvillohet edhe obeziteti, shkon çark vicioz, njeri bëhet gjithmonë e më keq. Si rezultat krejt këto, që po i përmend, duhet me hulumtu fillimisht apnen. Problemin më bazik. Sepse unë ka pak javë që e kam trajtu edhe me kardiolog që kemi fol për rritjen e numrit të rinjeve që kanë probleme me aritmi, me fibrillacion arterial, me probleme tjera të cilat ndodhin për shkak dinamizmit, po ndoshta duhet me përmend që në raste të tilla duhet me hulumtu edhe apnen e gjumit. Kjo është edhe qëllimi jonë, ne po shpresojmë që në këtë maj do ta bëjmë një konferencë vetëm për apnen e gjumit. Konferencë mjekësore. Normalisht kjo është për njerëz që mjekësisë. Sepse aty nuk, domethënë pak mund më informu popullata e gjerë, po konferenca është për njerëz të mjekësisë. Dhe pikërisht qëllimi është që gjithë konferenca, domethënë që do ta bëjmë në maj, edhe do të organizohet nga shoqata pulmologëve të Kosovës, do të bëhet fokusi ka me qenë vetëm të apnea. Gjitha temat kanë me qenë për apnejën e gjumit, edhe ku do të marrin pjesë. Edhe kardiolog me temat e tyre që të shohin impakt në apnejën e gjumit në kardiologji, do të kemi tema nga neurolog, do të kemi ligjërues edhe nga jashtë, domethënë që janë shumë të avancuar sa i përket temave, nga Kroacia, edhe pastaj edhe në përvojën tonë që do ta marrim. Që do të kemi edhe ligjërues nga Shqipëria, sepse ata për fat mirë kanë pas edhe disa vjet para neve kanë qenë sa i përket kësaj teme, kanë fillu me apnejën e gjumit gati, tash i kanë bërë 10 vjet që kanë fillu me u marr. Edhe atje ka sfida sa i përket domethënë aplikimit edhe shpërndarjes në informimit të tjerë. Po shpresoj që kjo konferencë do të ndikojë që në përgjithësi fushat mjekësore dhe stafi mjekësor ta njohin si problem, sepse mos ja lën fajin një njeriu që s'është staf mjekësor, sepse kur doktori nuk ja referon si problematik. Sakt, unë shumë shpesh e tham doktor Besim në emision që rekomandimi i specialistëve shëndetësor në mes vete, rekomandimi zinxhiror është shpëtimi i jetës së pacientëve. Jo çdoherë një problem identifikues i zemrës është burimi kryesor dhe ato duhet ta kërkojmë me një kardiolog i mirë ose një pulmolog i mirë e referon tek kolegja vet pacientin në mënyrë që ta ulëmtoj, por edhe ta trajtoj në mënyrën e duhur nga të gjitha degët. Se shumë shpesh një pacient një rezultat e ka si problemi i shumë problemeve tjera që ka ardhur deri ato. E kjo ndodh kur bëhet patjetër që do të jem pjesë e konferencës. Do të jesh aty, ti je Absolutisht që po. Shpresojmë edhe si moderatore të jesh aty. Absolutisht me kënaqësi, por unë shumë shpesh tham konferencat e mbrëmshme të stafit shëndetësor janë siguri dhe qetësi për pacientët se kur jeni ju okay me informacionin dhe bashkëpunimin, na jemi më të shëndosh, sepse atëherë kemi siguri që ju bashkëpunoni, na referoni, na rekomandoni dhe nuk mbesëm te mjeku familjar. Aty sa herë që shkojmë. Pikërisht se tashti dikush nga ne e ka fatin të shkojë edhe në konferenca jashtë, të merrni informat nga jashtë, po nganjëherë është jo e mundshme për gjithë, sidomos po flasim për mjek familjar, edhe mjek familjar edhe pse janë dera e parë, dera e parë në cilën paraqiten pacient për çdo problem. Nganjëherë kanë një ngarkesë në barë shumë të madhe, edhe ne gabimisht i akuzojmë se nuk janë shumë efektiv sa kemi dëshirën e të janë, sepse i kanë gjitha smundjet e mundshme që shfaqen. Kështu që na për spaku për këta është shumë rëndësi që të vinë, ta njohin si problematik, simptomat, problemet që paraqiten, që në të ardhmen të referojnë edhe vendin, adresën ku të referohen, ku sa të mujnë me bë teste ose problematik tjetër. Do të thonë unë po shpresoj që së shpejti ta mbajnë ligjërat edhe te mjekësi familjare, qendra kryesore mjekësisë familjare ka një organizim ku bëhen ligjërate profesionale. Do të shikojmë që maksimalisht në spaku, në nivelin mjekësor të fillojmë, pastaj
është e mediave ta kryjnë edhe në... Po, është misioni jonë, absolutisht që po, dhe unë besoj, doktor Besim, që edhe më të lehtë keni pak se opinionin dhe pacientët i keni më të informuar se të kaluar. Nëse dikur pacientët janë referu të internisti, po e them tojza për çdo problem të mundshëm, sot pacientët e din kush është pulmologu, e din kush është kardiologu, e din kush është gastroenterologu. Është letu pak procesi. Këtu ka ndikuar edhe teknologjia normalisht. Njerëz tani kanë informacionet më detajzuar në dorë. Domethënë me një telefon kanë qasje në informacion më të mëdha. Edhe shumica tashti më ka informata, pse plot njerëz e shohin si sfiduese këto, se tashti pacientët bëjnë pyetje më shumë, ose friguan më shumë se sa duhet, ose e bëjnë mjekun, e luajnë mjekun. Unë mendoj që është pozitive shumë. Çdo njeri duhet të informohet për çështjen e vet. A merr informacionin nga Google, a merr informacionin nga ChatGPT, apo çka? Me rëndësi është që... Me vërtetu nga eksperti. Ai s'paku ta merr informacion, të informohet, pastaj nëse vjen puna për me u testu si diçka, është eksperti edhe bën diagnozën eksperti. Po çdo informat nuk është gabun, edhe pse nganjëherë ngarkojmë sigurisht veten me informata tepërta, po nuk është gabun. Tash si njerëz janë shumë të informuar. Edhe sidomos gjenerat të reja lexojnë, janë më të gatshëm edhe bëjnë pyetje më shumë. Që kjo rritë edhe më shumë kërkesën sa i përket mjekëve. Pra dhe mjekë duhet kujdesin që të kenë edhe të kompetencë më të lartë, edhe profesionale, sepse nuk është më e mjaftueshme të vjen dikush e t'i thu merr këtë ilaç edhe... Po, se nëse mirët anamneza si shablon, kur dikush bën pyetje ti në anamnezë mund është me shtu edhe njohuri tjera të ati pacienti. Këtë rast, unë mujë mos me di që kam apne, po mundë me të orientu çfarë çrregullime kam në mënyrë që ti me më drejtu te apneja. Pikërisht, do të thënë, pacientin ndihmon shumë informacione. Nëse informacionet janë të mira, ty një farfor me gjysmën e diagnozës të jep pacienti. Dyshimi, kur vendoset dyshimi, verifikimi ati dyshimit është më i lehtë. Po shpesh të apnea e gjumit kjo e bën problematike, sepse jep simptome që nuk janë karakteristike. Për shembull, se e krahasoj me astmën është mati, vjen njëri thotë kam koll, kam frymëzanje, edhe na di që mund të qenë astma ose bronkiti. Po te kjo është shumë jo tipike, do të jam lodhi, kam dhimbje koke, edhe ai shpesh kanë te neurologu. Kam lodhje, shkon merr vitamin D ose merr suplemente të shtrajta pa nevojshme, ose bën teste tiroidës. Gjitha testet nuk e din adresën ku duhet me shku, edhe shpesh nuk mjafton, domethënë dikush me i thonë që qyse ndoshta edhe gjumin është problemi i gjumit. Ndoshta duhet punohet më shumë në informacion rreth apnesë. Po besoj me që tash edhe institucionet publike dhe private e kanë aparaturën e testimit, pse jo edhe të bëjmë fushat sa më shumë që të diagnostikohet si problematik që mund shkaktoj probleme tjera. Po më la përshtypje, doktor Besim, që mos t'i mbes bosh shikuesve. Kur ishte duke fol, më herët tha që apnea e gjumit shpesh identifikohet mas shumti nga partnerët ose persona që flen afër. Po du me unë të pacientët që flen vetë në dhome dhe nuk e kanë dikon që e referojnë. A është ndjesia e mbytje, sepse këtu mund të azgjojnë edhe veten ata? Po, shpesh ndodhë që ata zgjohen dhe referojnë që jam zgju edhe mu ka dok që jam mbyt. Jam ngulfat. Nga njerë ata referojnë që kompani ëndër të keqe, po shpesh shohen me ndjenjën e ngulfatjes. Shpesh thonë që më ka ndodhë 2 herë natën, jam zgju, ty mendu që po vdes. Ajo është ma rrallë normalisht, po shpesh e paraqesin, do të thënë si tillë. Kështu që është si simptom e shpesht. Po është pak më vështirë me pa për se kërkush nuk e dina ngërhet ajo. Po. Gjithmonë i këtë dikush tjetër që... Po ka disa persona shpesh, nuk e dija e ke hasë në pacienta, po unë familjarë thunë, ku sa shumë kom ngërhat, e kom gju vetën prej gjumit, prej gëramës të... Pikërisht mund të ndodhë për shkak ndërprerjeve, se probleme tilla, kështu që çdo informat nuk është, si themi, informat koti, ose nuk është marrë me i tregu dikujt që ki një problem tillë, se thotë që më thonë dikuna po ngërhas shumë, çfarë simptome është kjo, me shku te doktori për ngërhitje. Po, dhe duhet me shku për tjetër. Gjë koti, po shpesh edhe informata ngërhitjes, edhe informata e zgjimit nga gjumi, ose do të thënë këto informata tjera që simptoma tjera,
i ndihmojnë shumë profesionistë mjekësor ta identifikojë problemin. Kur e përmendë këtë fjalë nuk është marrë, sepse zakonisht tangemi pak edhe pyetje me bë, thonë mos jam të ahuq temës për çka po flasim, doktori po më pyet diçka tjetër o diçka tjetër. A është e rrugës që një pacient që po na sheh, edhe nuk po e din sigurt a e ka apnen, po do me hek marakun. A mundet me ardhur për shembull në klinikë, me bani termen, edhe me thonë, unë po zgjohem me kokëdhëmbje kështu, po nuk di a kam apne, a mund të testohem. Fillimisht na bëjmë një ekzaminim. Po? Ne shohim që njerëz kanë probleme, nëse kanë probleme të tilla, nëse dyshohet, edhe nëse shohim që ekziston një dyshim, atëherë mund të testohet, po. Është një listë e pritjes aty te klinika? Jo, në fakt nuk ka listë fare pritjes. Unë tashti mos t'i mbesim borxh publiku, duhet të referojmë se kjo aparaturë ka qenë, domethënë, si është e huazuar nga një kompani e huaja që mirret me këto problematika dhe ne përdorim tillën unë kam marrë iniciativën që ta filloj në sistemin publik, jo për shkak se nuk ekziston privatisht kryet, edhe jo pse është shumë e shtrejtë, po për shkak se dikush edhe nuk ka mundësitë. Edhe kështu që kam thënë që kjo duhet me ofru edhe njerëzve që si kanë mundësitë, edhe kemi pas plot njerëz që vinë, edhe nuk mjafton me disa pacientë, jo disa, po të gjithëve ju themi e janë mbrëmja, e janë 10 mbrëmjes. E shtrihen në spital, hapet histori për ta? E hapim një histori edhe mbyllim nesërmen. Edhe ja bëjmë një raport. Na normalisht jemi, ende s'kemi fillu gjithë me bë, do tani jemi 2 veta që bëjmë, edhe shumica e kemi angazhu 2 pulmolog 3 që ende se kanë pas fatin me hynë në punë, cilët vinë pastaj në vullnetare. Edhe ju bëjnë testimin, më rëndësi është që njerëz testohen, diagnostikohen, ta marrin trajtimin e duhur, pastaj edhe shërbimi, shpresoj që me muaj të ardhshëm edhe e kemi planifikimin që në kuadër shërbimit të shtojmë edhe ventilimin jo invaziv, trajtimin e njerëzve që kanë probleme ma theksune me si papa dhe me bajpapa. Edhe ajo ndoshta shpresoj që do të kryet gjatë vitit. Sa mirë. Janë investimet që nga njerë duhet pak vullneti, pak dëshira, pak iniciativa, edhe normalisht edhe mbështetja vjen nëse kërkon. Kjo, nëse mund të quaj avantazh i testimit të apnesë së gjumit nga publiku që duhet shtrihen të flanë klinik, tek privati është që mund të marrin aparatin të shtëpia, apo? Po, dikush nuk ka dëshirë të shkojnë në spital. Po. Kërkush nuk ka qef me shkojnë në spital. Absolut, edhe unë nëse do doja ta bëja, do doja ta bëja në shtëpi gjumin. Pashtë shumica njerëzve, do thënë që e kanë vështirë me ardhë, me flajt, me një ambient si spital, se ne e dim që spitalet publike nuk janë prej me kapacitetet më të mira të mundshme. Edhe thojnë, a ka mundësi me bëjnë në shtëpi? Po, do më thënë, ka disa njerëz që, disa pulmolog që e bëjnë në shtëpi, shkon janë vendos aparatin, nesër me në vendos, edhe është pak ma, ka dikush edhe të jetë diskret, mos të harrojmë. Ka plot njerëz që s'kan qef me pa në spital të që është shumë normale. Do me bëjnë shtëpit vetën, kështu që bëjnë në shtëpi edhe është test i lehtë. Po, a bëhet në Pinea? Bëhet edhe në Pinea, do më thënë, bëjnë edhe disa poliklinika tjera, bëhet, do më thënë, po nuk bëhet në ordinancë, po vendosët. Po njipet të shtëpia. Ky aparatura e menaxhimit të apnesë së gjumit me që theosh kronike dhe do shqetësusion jetësor pastaj, a është e shtrejt, a gjendet në Kosovë? Si pap? Si papi, tashti, për fat keq më herët është gjetur, po për shkak është shumë çudi, po për shkak mungesës diagnostikimit. E kanë hek nga tregu. Edhe kompania që ka pas sjell para disa viteve u tërheq. Me të drejtë, se s'ka pas pacienta, s'ka pas faqe. Është shumë çudi ju ka ardhur që pse mos me pas njerëz. Tashti kemi prapë, kanë ardhur aparatet, janë pak të shtrejta, sa i përket, po kur ta marr parasysh që kjo është aparati shumë përvjetshëm, domethënë nuk është shumë me rëndësi, domethënë një aparat mund kushtoj deri në 1.000 diçka euro, po kjo është për aparat cilin e përdor gjatë. Nuk ka diçka që duhet me ndru aty te aparati, filtera ose ku ta dijon medikamente që nuk janë shtrejta. Që nuk janë shtrejta, mundet maska her pas here më dëmtu ose më ndru, një maske hunës ose nëse si përshtatë për përdyshe aparaturë si aparaturë
do të thonë, ajo qëndron me vite, bilesh, tash jashtë në perëndim e kanë avantazhin që kanë sigurimin shëndetësor. Edhe atje sigurimi shpesh, unë i kam edhe shoh pe familjarëve të mi, që shpesh i thret sigurimi, i thot hajde bjerë 10 vjetë me retriun. Do të thonë, i ndrojnë çdo 10 vjet aparatin, ma të avant, ajo është elektronik, edhe dalin aparatet që janë ma të mirë, kanë ma pak zhurmë. A kanë zhurmë ata? Disa për aparatet më të vjetra kanë pak zhurmë. Ta është këto të reja që kanë dalë, kanë shumë pak zhurmë, janë shumë përshtatshëm, nuk e thajnë ajrin. Do të thënë, teknologjia ka përparu shumë. Që ta kthejmë pak në humor, partnerit që e duran duke gërhat të njëjtën, prapë po e duraj ka zhurmë ne. Është shumë zhurmë e lehtë. Është shumë zhurmë e lehtë. Nuk po liraj ka kurrë. Është për ato zhurmave të lehta, monotone që ma lehtë të gërhatja. Çfarë dëgjojmë ajo? Kështu që është shumë e përshtatshme, tash janë dalë të vogla, janë shumë përshtatshme, masket janë shumë të përshtatshme. Mirën edhe me vete. Ma herët kanë qenë shumë më të mëdha, se na po flasim për trajtim që ka filluar të vitet e fundit. Apo? Këtu, do të thonë, 20 vitet e fundit që ka marrë aplikimin e më të madh. Deri vonë nuk është. Nuk e kanë ditë si diagnozë. Nuk është përdorur, nuk kanë ditë. Tash ti shpresojmë që në të ardhmen edhe zhvillohet edhe teknologjia dhe paraqiten ai ilaçe mirët edhe. Edhe që se përdorim aparatin. Një pyetje që po besoj që përballeni çdo ditë, se na si popull referohemi shumë nga familjarët dhe të afërmit. Kur dikush përdor diçka, e provojmë edhe pa na thonë mjeku. A guxon dikush që nuk është diagnostikuar me apne të gjumit, po thot, hajtë për provoj se po ndina i lodhën e ta provoj edhe unë si papin. Është pak problem, sepse ne, para se mos ta diagnostikojmë, me poligrafi, që përmenda, vjen në atë rrinë, të bojmë ato, pastaj nëse shohim që ka nevojë për si pap, pastaj bëjmë titrimin. Do të thonë, e marrim edhe një natë tjetër, e shtrojmë, nganjëherë ndodhet 2 natë. Zakonisht kryhet me një natë tjetër, edhe marrim aparati api përshtatet ajo. Se nuk mujmë e thonë dikujt, ki apnen, shkoble aparatin, edhe me thonë nesër, s'pon përshtatet. E ne e bojmë pastaj titrimin e shtypjeve. Çfarë shtypje duhet me qenë? Se varet për personit, duhet me pas shtypje në ndryshme. A është obez, a ka një problem tjetër, me çfarë shtypje na mundohemi me shtypje sa më të ulta, që mos më pas ma lehtë, e kështu që bëjmë titrimin. Kështu që në mënyrë është gati e pamundshme të bëhet pa qenë profesion. Edhe profesionist mjekësor duhet më thonë dikush që mirët me aparaturë, se duhet me rregullu titrimin. Nëse bëhet titrimi gabim, edhe nuk ka efekt, po edhe mund të shkaktojë probleme tjera. Për shembull? Po mund për shembull mos ta zgjoj pe gjumit se shohet presioni më shumë se sa duhet, ose mos jep efektin e vet. Kështu që me rëndësi shumë madhe ne bëjmë, kemi pas disa raste titrimin në klinikë, mos i kemi diagnozuar, kemi thonë hajde edhe në natë, e kemi shtru, e kemi matë qatë aparat. Atu ka përshtat, të nesër në ka thonë po, kom flejet mirë, kem kanë shumë mirë, bleje. Që ka thonë jo, vendimi se cilë. Këshyrim tani pastaj se mos të harrojmë, se ishim edhe duke harru, se shpesh kemi edhe trajtim kirurgjik. Se mundën mu ofendu edhe kirurg të specialistë orëllës, me thonë Pse nuk e përmende edhe pjesën tonë? Varësisht për formës të obstruksionit, ka disa persona që përfitojnë për intervenim kirurgjik. Po janë jo gjithë specialistë orëllës din me të bëha një intervenim tillë. Janë, si me thonë, subspecializim e specialitetit, që janë që kanë përvojë në operimin e pjesës së sipërme të fytit edhe pjesës së hapësirës hundës e gojës, nëse obstruksioni mundet më korrigju, se jo çdo kush përfiton. Kanë bërë eksperimentet shumë ta jashtë në perëndim, kanë operu, janë munduar që vetëm me operacion me kryet, nganjëherë kanë bërë më dëm se sa. Kështu që ne identifikojmë sakt nëse përfiton për operacionit, nëse përfiton. Kush e vendos nëse përfiton? ORL-ja? Në ORL-ja. Ne jemi në kombinim në koordinim me specialistët të ORL-s. Është një prej atyve specialitetet ku duhet shumë koordinohet pulmologu, ORL-ja, shpesh edhe neurologu. Ne me ORL në momentin që ne diagnostikojmë dikon, gjithmonë e lypim edhe një konsult pe ORL-s. Specialisti ORL-s pastaj ekzaminon pjesën e hapësirës, ngushtimit, çfarë formë është ngushtimi, nëse vjen ngushtimi prej anësh, prej pjesës sipërme apo si, dhe ka mundësi mo operu.
zakonisht përfitojnë ata që të pëtan me peshë caktuar me formë konstitucion caktuar. Kështu që mos harrojmë dhe gjithmonë e kërkojmë edhe konsultën e ka raste kur një intervenim kirurgjik mund të shërojë dhe mos jetë problem kronik. Ka shumë shpesh raste tilla ku me një intervenim kirurgjik edhe përjashtohet problemi ose s'paku zvoglohet problemi. Okej. Kështu që vetëm kemi një specialist urolog që veç mirët me dhe do të mundohem ta trajtoj këtë temë edhe në aspektin e urologës sepse që të kompletojmë informacionin. Kemi edhe me ato disa prej organizimeve tash që kemi këtë. Është doktor Arsim Thaçi. Doktor Arsimin. Edhe doktor Arsimin tash do ta e kemi edhe pjesë edhe të konferencës ku do ta tregoj pjesën e kirurgjike ku mund të operohet dhe ku përfiton pacienti. Edhe një pyetje të fundit, doktor Besim, një pacient që nuk e din që ka apne, vuan nga apnea, por jeton me të, ç'a ndodh mas 20 viteve me apne që është? Përveç që merri medikamente për zemër, për yndyrë, për që i përmendet disa raste. A ka jetë shkurt më? Është pikërisht kjo që the, do të thënë, janë bërë shumë studime, edhe kanë lidh apnenë e gjumit me këto smundje që i tregum, pra smundjet kardiake, çrregullimet e ritmit, çrregullimet iskemike të zemrës, hipertensionin, vdekjen e parakohshme nga ana e zemrës, çrregullimet neurologjike, që përmend demencën, goditjen të edhe çrregullime metabolike. Gjitha këto, edhe o lidh direkt, jo vetëm për shkak smundjeve që mund të marrë vdekja parakohshme, po heq mos me pas smundje, njerëz që kanë apne të gjumit të patrajtume kanë mundësi me pas përveç kualitetit dopt jetës, se po flasim për njerëz që gjithkohës janë të lodhën, dhe s'kan kualitetin e njëjtë jetës. Ata nuk e shijojnë jetën që janë dikush që është i pushueshëm, s'ka dhimbje koke ose përgjumje. Përveç që ka humbje të kualitetit jetës, ka edhe domethënë jetë ose vdekje të parakohshme, mundet me pas vdekje të parakohshme. Pra jeton më shkurt se sa ata që nuk e kanë këtë problem. Kështu që për këtë arsye, përveç të tjerave, është një arsye e mjaftueshme për me trajtu këtë problematikë. Din me i lidh njerëz pak situatat pse një pulmolog edhe po flasin për apnen edhe lidhin kam koll vetëm natën, që shpesh unë e kam trajtuar në emision kolli natës mund të jetë për gastroenterologun dhe jo hiç për pulmologun, po a mund të jenë më të shqetësuar këta shikues pacientë të vinë të konsultohen për apne, ta që kanë koll vetëm natën? Duhet as lidhet asgjë. Kolla më pak lidhet me apnen, ngërhitja lidhet. Për ngërhitjen e frymarrjes. Kolla më pak lidhet me apnenë e gjumit dhe më shumë lidhet me problemet rrugëve të poshtme frymarrjes. Bronhet ose sinuzit, rrjedhje sekrete nga unda, mund të jetë astma tipike, sidomos natën. Mos harrojmë shpesh natën njerëz kanë ata që kanë alergji në pluhur shtëpisë kanë shpesh koll natën, sepse gjatë natës shpesh kanë akarienën në dyshekët e tyre. Akarienët janë, ose që ne e quajmë pluhuri i shtëpisë, ai faktikisht janë akarienët që jetojnë në dyshek, në jastëkët, në çarçafet e tyre dhe pastaj gjatë natës e inhalojnë akarienët edhe shkaktohet domethënë kolla kronike. Ta bëra këtë pyetje që mos shtohet numri pacientëve që vinë me pyet për apnen, le të vinë vetëm ata. Ne bëjmë vlerësimin paraprak që mos ta shohim dozën e ajo kur e bëjmë zakonisht mbas çdo bisede, tendenca e njerëzve që na shkruajnë te familja jonë është e madhe me u identifiku me njërin prej simptomave që e ndëgjojnë. Unë jam e sigurt që kreta ata që po na ndjekin dikun e gjejnë veten në fjalit tua. Edhe pastaj shqetësimi rritet, edhe shoqër rritet edhe vetëdijsimi për marrë me kërkundim, po le të eliminohen këta që kanë koll natën sepse s'ka të bëjë me apnen. Këto e kanë quajtur sindromi studentit mjekësisë. Studenti mjekësisë, cilën smundje e ka lexu, e ka pa veten në simptomat që e ka lexu. Unë po duket jam studente mjekësisë, se çdo temë që trajtoj lypi termin, kështu që vi me bë testin e apnes. Nuk është test invaziv, kështu që mund të. Nuk është test i vështirë, nuk është problematik. Doktor Besim, faleminderit shumë sinqerisht. Edhe për kohën, por edhe për iniciativa që merr në klinikë prej kohës sa je edhe drejtor aty. Faleminderit jush. Është me të vërtetë emisioni juaj është një dritare ku ne kemi mundësi me informu, me dhanë informatat edhe keni qenë shumë proaktive në se aspekt që me na ndihmon këtë aspekt. Absolutisht, gjithmonë të mirë të popullit. Faleminderit shumë edhe një herë.
Dashur miq, prej kësaj teme që po besoj që e dini adresën e dur ku të drejtoheni për shqetësimet tuaja. Klinika e pulmologjisë në ÇKK, vetëm se e tha dhe drejtori i klinikës që po bën tashmë testin e apnesë së gjumit, mirët fillimisht një anamnezë nga mjekët, jo të gjithë pulmologët në klinike bëjnë testin e apnesë, por është terminet tuaja që duhet respektuar dhe nuk ka edhe listë të pritjes, siç e tha dhe vetë drejtori i klinikës pulmologe Dr. Besim Morina. Në ndërkohë të flasim për diçka po ashtu shumë të mirë që Komuna e Prishtinës po realizon dhe është një punë që duhet rukitur për komplet stafin dhe për komplet iniciativen që bën tash sa vite Komuna e Prishtinës. Vetëm pas pak do t'i kemi 3 zonja të cilet do t'na flasin për vizita shtëpiake për nënat Lehona.